Në këtë pjesë të dytë do të përqendrohemi te zhvillimet ndërkombëtare. 2 ditët e fundit ka pasur lajme të cilët vijnë nga momenti në moment, deklarata të ndryshme. Një e fundit është pikërisht që vjen prej presidentit Trump, i cili thotë që regjimi i Iranit është duke kërkuar që të fillojë negociata mes dy vendeve. Këto janë zhvillimet e fundit, ndërkohë që për këtë temë do të flasim me Sokol Kondin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili më është bashkuar jo fizikisht në studio, por përmes platformave online. Mirë se erdhe, mirëmbrëma, dhe pyetja e parë do doja një koment të fundit, lidhur me zhvillimin e fundit, po kërkohen negociata, thot Trump, nga regjimi i ri Iranit përsa i përket ti konfliktit e lindur. Okej, edhe kjo duhet analizuar se sa e vërtet është, sepse në këtë mesin e kësaj retorikës së zjarrit midis dy palëve, nuk merret vesh se kush kërkon çfarë. Pra, dihet që Irani dhe Shtetet e Bashkuara nuk komunikojnë direkt me njëra tjetrën. Ka ndërmjetësues. Dhe Irani pretendon që herën e fundit ishte Amerika që kërkoi që një armë pushim të pakushtzuar mbas luftës së 12 ditëve. Zoti Trump thotë që Irani kërkon bisedime pasi është goditur rënd nga Amerika, por nuk ka një rëndësi kjo tek e fundit, nuk është ajo retorika ajo që ka rëndësi më shumë se sa esenca. Pra thua që kjo nuk është lajm dhe nuk do të shënojë një lloj ndryshimi në situatën aktuale. Jo, nuk mendoj se ka rëndësi, nuk e besoj që të ketë qenë Irani që ka kërkuar negociata. Ato janë, sondohet terreni nëpërmjet ndërmjetësve, interlokutorëve. Dim që Turqia dhe Omani kanë qenë shumë aktive për të ndërmjetësuar paqen në të kaluarën dhe Katari. Kështu që nëpërmjet kanaleve diplomatike patjetër që pyetet i matë pulsi të dyja palëve, pra do ishte të gatshëm të ulnin bisedime edhe amerikanëve dhe Iranit. Nga këta vende që janë ende miqësor me ta në mesin e kësaj lufte. Dhe patjetër që shiko, diplomacia mbetet gjithmonë një opsion i hapur. Për sa kohë palët ishin duke diskutuar për herë të dytë, edhe gjatë këtyre ditëve kur nisi bombardimi i dytë ndaj Iranit në 2 vitet e fundit, dhe nuk përjashtohet që të negociojnë prapë gjatë konfliktit apo dhe pas tij. Al-Khamenei vritet nga të ndalemi më konkretisht. Al-Khamenei vritet nga forcat amerikane. Ky mund ta quajmë një fundin e një leadershipi apo e një regjimi? Si shikon pasojat që do të ndodhin më pas, ndryshimet? Nuk mendoj se regjimi ndryshon duke dekapituar vetëm kokën e kreut të liderit të tij, sepse edhe në luftën e 12 ditëve gjithë zinxhiri komandues i ushtrisë, inteligjencës, i shkencëtarëve bërë tallmore ku ditë rënd, por jo vetëm regjimi i Iranit, por edhe nëse kemi parë edhe Hamasi ka treguar aftësiri përdëritëse asaj që është goditur nga Izraeli. Gjithë zinxhiri politik apo ushtarak do të ripërdërirë. Dhe kur e bën këtë Hamasi, që ka struktura më të brishta dhe më pak efikase se ato të Iranit, imagjinoni një vend i madh si Irani që ka resurse të konsiderueshme. E ka aftësi të ripërdërihet. Dhe duhet thënë që ndryshe nga grushti i shtetit që ndodhi Shahut në 79 kur erdhën në pushtet Ajatollahëve nuk mund të ndodhej që ndodhi Shahut. Shahut i kthyen në shpinë të gjithë ushtria dhe inteligjenca dhe policia, sepse ishin nga shtresat të ndryshme shoqërore. Ndërsa garda revolucionare ka bërë një vetim të mirë, besnik të betuar të regjimit. Janë besnik të betuar të regjimit, nuk kthejnë krahata. Ata vetëm nëse i shfaros të tërë, nuk mendoj se ka rrugë tjetër që të dezertojnë. Ditën e sotme ka pasur edhe reagime zyrtare si nga presidenti amerikan Trump, ashtu edhe nga Irani, i cili thotë që nëse nuk do të ndalet, do të ketë një hakmarrje. Sipas jush, a mund të jetë ky një konflikt i cili mund të zgjasë? Ky konflikt rreth parë na dha disa mesazhe dhe sinjale të rëndësishme ndryshe nga lufta e parë 12 ditëve e qershorit të vitit 2025. Le të themi që të dyja palët simbolikisht, por edhe geopolitikisht, geostrategjikisht, mund të kenë arritur disa fitore, disa synime ushtarake që mund të kenë patur. Së pari, Izraeli me goditjen e kreut të Iranit përmbushi misionin e tij për të eliminuar të gjithë krerët e asaj që Izraeli e quajnë boshti së keqes, ndërkohë që Irani quhet boshti i rezistencës. Pra u eliminua lideri i Hezbollahut në Liban, u eliminua lideri ushtarak i Hamasit në Gaza, u eliminua dhe lideri i
përveç atij të juthëve në Yemen që ishte eliminuar dhe imunitar, u eliminua pra dhe furnitori i tyre. Kreu është lideri shpirtëror dhe suprem i Iranit, që ishte furnitori dhe mbështetësi kryesor i një rrjeti të tërë proksish që furnizojnë nga Irani për të luftuar Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara në rajon. Ndërsa nga ana tjetër, Irani tregoi që kjo luftë për shkallëzimin e kësaj lufte kthehet më tashmë një konflikt rajonal dhe jo vetëm një luftë midis Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit. Pra, edhe vendët arabe që kanë pranuar të bëjnë biznes apo të pranojnë baza ushtarake në territorin e tyre, sot kanë më të qartë koston e kësaj gjëje. Nëse deri më dje nuk e mendonin se do vinte një ditë ku ata mund të linin eshtrat apo lëkurën e tyre në këtë luftë, sot e kanë të qartë gjë. Pastaj se sa kapacitet ka Irani për të goditur afatgjatë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara, ka mendime të ndryshme. Inteligjenca izraelite dhe amerikane mendon se është çështje i ditësh ose javësh, Irani ka të forcë ta bëjë këtë gjë. Lufta 12 ditëve tregoi që mund vazhdon edhe më shumë se javë, mendoj unë. Dhe mbase jo të tëra resurset e Iranit janë në inventarët e inteligjencës së perëndimit. Mbase jo të gjitha tunelet dihen me saktësi se sa raketa disponojnë në Irani. Përveç faktit që as mund të shtohet apo mendohet një luftë apo pushtim toksor. Mbasi është parë eksperiencë të tmerrshme në Shtetet e Bashkuara në Vietnam, Afganistan, Irak, nuk mendoj se në një territor si Irani që është pesfishi i Irakut me një përbërje kryesisht malore dhe shkretirash të aventurohen sërish trupa amerikane. Aq më tepër një sondazh i fundit i bërë nga institute prestigjioze tregojnë që mbështetja amerikane për këtë bombardim dhe sulm është tek minimumet historike, 25% të amerikanëve mbështesin. Nuk e mbështesin. Ndërkohë që ju ti e përmendë më përpara, por do doja të risida në vëmendje edhe përfshirjen e Arabisë Saudite, e cila ka paralajmëruar se nëse më godasin ose më afrohen, gjithashtu do të kundërpërgjigjem. A mund të kthehet kjo në një luftë të përgjakshme rajonale, pra mund të zgjerohet? Po, Arabia Saudite tregoi që nëse në të kaluarën, domethënë, nuk pati pasojat e bombardimit kësaj here. Në këtë rast, nga Irani mori një goditje, edhe pse u zotua që nuk është lejuar të përdoret hapësira saj ajrore, apo ajo detare për të nisur sulmin ndaj Iranit. Irani gjithsesi i ka telefonuar, sipas asaj që ka përditur ministri i jashtëm iranian, i ka telefonuar vendeve arabe dhe i ka thënë, shikoj, ju nuk jeni armiq tan, por ne nuk mund të mos godasim bazat amerikane në territorin tuaj që të konsiderohen territor amerikan. Në sa kohë ka personel ushtarak atje, nga i cili mund të planifikohen apo të kryejnë sulme në Iran. Kështu që mendoj se ka qenë synime kryesisht ushtarake, por që ka pasur dëme kolaterale, sepse kemi parë cifra raketash apo dronesh të godasin aeroporte, baza detare civile, porte detare civile e kështu me radhë. Pra në luftë është e pashmangshme, dëme kolaterale. Pam që Izraeli bombardoi një shkollë vajzash me mbi 90 të vrarë, fëmijë. Kështu që dëmet në luftë janë këto. Kush mendoni se mund të jetë udhëheqësi i ri i Iranit, pasi ditën e sotme janë hedhur teza të ndryshme se kush mund të jetë dhe a mund të ketë një figurë tjetër e cila është e ndryshme nga lideri supremi i cili është vrarë tashmë. Pra ta udhëheqë vendin në një formë tjetër, më demokratike, më të themi më për mirëqenien e qytetarëve. Kurdo që të vi, nëse nuk ndodh dekapitimi me rrënjë i pushtetit siç ndodhi në Irak me vrasjen e Saddamit, të fëmijëve të tij dhe të gjithë, si të themi, elitës politike zhdukjes nga pushteti, Iran nuk e shoh të njëjtë si me Libinë, Irakun apo Afganistanin, ku trupat këmbësore zbarkuan aty, implantuan tanket dhe bazat ushtarake dhe i detyruan që të nështroheshin, të kapitullonte shtetet përkatëse. Iran nuk është ato pozitë, dhe përsa kohë nuk është kjo realitet. Nuk mendoj se një lider i ri do vinte me një frymë apo herë ndryshimi pro-perëndimore apo pro-demokratike sipas modeleve të shoqërive demokratike që ne kemi në mendje kur përmendim demokracinë. Mbase moderimi apo vetë përmbajtja do të interesonte kujtdo me ardhmën e liderit të ri. Aq më tepër që zoti Trump mund ta shesi si një fitore këtë, siç bëri me bombardimin e parë, kur tha se u zgjesuan të gjitha bazat bërthamore, tashmë mund të thotë që u arrit qëllimi,
ndryshimi i regjimit ndodhi, sepse edhe vrasja e një lideri dhe arë një lideri tjetër ndryshim regjimit, ndryshim flasin. Mund ta shesë të një fitore dhe të japi fund luftës pasi disa ditësh bombardime makazh. Pra jo të merret me persona në fjalë se kush mund të jetë pasuesi ose me frymën e përgjithshme se si do të drejtohet ai vend, sesa me qëllimin e saj për të bërë si stati bombardimet në pika të caktuara dhe për qëllime të caktuara. Po, emrat nuk i kam shumë qartë se nuk e njohim në deri atë pikë realitetin iranian, sa mund të njohim politikanët në perëndim, por di që është nga rrethi ngushti i Ayatollahu dhe lideri suprem është një lider shpirtëror, fetar, social dhe politik, pra duhet që njëri të ketë dhe formim fetar. Pra të vi nga radhët e mullave, pra mësuesve të fesë dhe të ketë një reputacion në popull. Pra, Ayatollah Khamenei, përveç se ishte lider shpirtëror, ishte edhe përshtatën si special që udhëhiqte lutjet e të premtes në mbarë në nivel kombëtar, si thuash. Pra kishte një status fetar dhe të gjithë pranuar dhe të njohur në Iran. Përveç kundërshtive dhe armiqësive që i ka se bën dhe njerëz që po festonin. Në këto kushte aktuale, mendon që ky është një konflikt që mund të përfundojë shpejt dhe kjo është pyetja e fundit? Apo mund të ketë fatalitete në vijim? Për sa kohë që nuk do të ketë zbarkim trupash toksore, një luftë vetëm me dron, me sisteme mbrojtëse, me raketash, është i pamundur të mendohet që do shkojë më gjatë se sa çështje javësh apo një muajsh. E them këtë sepse para punës është kosto e lartë në armatime. Duhet kemi parasysh se një nga raketat që i sistemet mbrojtëse të Izraelit apo sistemet Patriot amerikane lëshojnë flasim për dhjetra mijëra dollar, një preve vetme. Pa llogaritur dëmet, Garda Revolucionare pretendon se ka goditur dhe aeroplan mbajtës nga Abraham Lincoln. Nuk është ka një konfirmuar, po ajo aeroplan mbajtës kushton $9 miliardë. Pa llogaritur aeroplan mbajtës tjetër që kushton $13 miliardë. Vetëm një lagje të Izraelit ishin shkatëruar 40 godina, vetëm nga një bombardim i brendshëm. Pra, pa llogaritur në Iran, patjetër që gjithë facilitetet bërthamore apo ushtarake apo dhe kompleksi i Khameneit apo dhe lagjet e tjera civile të goditura kanë kosto të mëdha edhe në numër më të madh edhe civilësh, sepse dihet që Iran nuk ka ato bazë sofistikuara mbrojtëse antibërthamore apo antibombë që ka Izraeli. Por nga ana tjetër në Izrael, raketa balistike iraniane ku ka vrarë deri tani të zyrtar pranuar 9 të vdekur dhe 11 tjerë të humbur, ishte një strehim bombash që i cili është depërtuar dhe shkatruar nga raketat iraniane. Edhe po hetohet nga ana e Izraelit për çështjen e mos funksionimit të sistemeve mbrojtëse izraelite. Pra nuk ka asgjë perfekte në këtë luftë, nuk ka asgjë të sigurt dhe megjithatë mund të presim një ndërhyrje të diplomacisë. Dhe ky do të ishte lajmi i mirë këto kohë. Mbasi të dezaurojnë forcat ushtarake dhe të shkojnë drejt tharjes së arkave të shtetit, ajo duhet rruga e vet pastaj, të rregjë. Sokol Kondi, unë të falenderoj për mendimet e tuaja, sa i përket një çështje delikate dhe për të cilën të gjithë mediat ndërkombëtare janë të fokusuara në raportimet e tyre. Me këto ngjarjen e newsroomin do ta mbyllim sonte, ndërkohë ju mos u largoni nga ABC News, vetëm pas pak vjen emisioni investigativ Gjërat tona nga Etleva Delia. Bashkë natën e mirë.